Në Shqipëri, konferenca e kryetarëve të grupeve parlamentare e mbledhur sot për të diskutuar mbi propozimet e Partisë Socialiste lidhur me hetimin e zgjedhjeve të qershorit të 2009-s, vendosi që ato t'i nënshtrohen diskutimeve në seancën e 18 marsit. Palët kanë patur debate lidhur me përmbajtjen e nismave të opozitës. Megjithatë, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Astrid Patozi tha se ishte i hapur që gjatë kësaj kohe propozimet i nënshtroheshin diskutimeve për gjetjen e një marrëveshjeje. Korespondenti ynë Armand Mero njofton. Ka zgjatur afër 2 orë mbledhja e konferencës së kryetarëve të grupeve parlamentare, e thirrur nga kryetaria e Parlamentit Josefina Topalli për të marrë në shqyrtim kërkesën e Partisë Socialiste për një komision hetimor parlamentar për zgjedhjet e vitit të kaluar. Socialistët u përfaqësuan me kryetarin e posaçzgjedhur të grupit të tyre, Gramoz Ruçi, ashtu siç dhe lehtësisht mund të parashikojë palët, ndërsa nuk kanë patur probleme lidhur me procedurën, nuk kanë rënë dakord për përmbajtjen, duke qenë se kërkesa e socialistëve, ashtu si dhe propozimi i tyre për ndryshime në ligjin për komisionet hetimore, parashikon edhe hapjen e kutive. Nëse ram dakord që të dy nismat ligjore të Partisë Socialiste të trajtohen pas 2 javësh, pra me datë 18 në seancë plenare, sigurisht që nuk mund të kishte konsensus për sa i përket përmbajtjes tyre, pasi ne mendojmë që gjithçka duhet të jetë korrekt dhe kompatibël me kushtetutën e vendit, me vendimin e gjykatës kushtetuese dhe me ligjet e tjera të vendit. Por zoti Ruçi e konsideroi këtë qendrim si një mungesë të vullnetit politik nga ana e shumicës. Për fat keq, nuk lexuam, nuk pam, nuk dëgjuam lloj përmirësim ose prekupim për një ndryshim të vullnetit politik të majorancës, përkundërzi u ndeshëm me pretendime procedurale. Sipas zotit Ruçi, nëse nismat e tyre do të rrëzoheshin, atëherë ky do të ishte një sinjal negativ për Shqipërinë. Këto nisma janë një kërkesë e domosdoshme për zgjidhjen e kësaj krize politike dhe janë një kërkesë e domosdoshme për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nëse do të ndodhë e kundërta, ky do të jetë lajm më i keq për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Por zoti Patozi tha se kishte ftuar opozitën që gjatë kësaj kohe deri në debatin në seancë të mund të arrijë një zgjidhje kënaqshme për palët. Unë ftova me shumë mirëkuptim zotin Ruçi që së bashku gjatë kësaj kohe të ulemi dhe të diskutojmë në mënyrë që ta bëjmë sa më të përshtatshme me kushtetutën dhe ligjet e tjera të vendit të dy nismat ligjore të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, në mënyrë që të gjejmë një zgjidhje për të dy palët. Nuk dihet nëse socialistët do të marrin pjesë apo jo në seancat parlamentare deri më 18 mars, por normalisht ata do duhet të jenë në komisionet parlamentare ku si rregull duhet të kalojnë propozimet e opozitës. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.